Mbi 1.5 milion nënshkrime për peticionin kundër kartave digjitale të identitetit në Britani. Një peticion që bën thirrje qeverisë së Mbretërisë Bashkuar të mos prezantojë kartat digjitale të identitetit ka marrë më shumë se 1.5 milion nënshkrime. Kryeministri Keir Starmer njoftoi të premten se qeveria do prezantojë një sistem të ri identifikimi deri në vitin 2029 që do të jetë i detyrueshëm për njerëzit që punojnë në Mbretërinë e Bashkuar. Peticioni bën thirrje qeverisë të angazhohet për të mos futur kartat digjitale të identitetit, duke thënë se ne mendojmë se ky është një hap drejt mbikëqyrjes masive dhe kontrollit digjital dhe se askush nuk duhet të detyrohet të regjistrohet një sistem identifikimi të kontrolluar nga shteti. Ai mori më shumë se 6.800 nënshkrime brenda një ore në mëngjes, ndërsa arriti më shumë se 1.564.000 firma. Peticionet të faqen e internetit qeverisë së Mbretërisë Bashkuar që marrin më shumë se 100.000 nënshkrime do të merren në konsiderat për debat. Udhëheqësi i Reform UK, Nigel Farage, kritikoi skemën planifikuar duke i quajtur atë një kartë anti-britanike. Duke shkruar në Daily Express, ai tha se plani i qeverisë laboriste për të imponuar karta digjitale të identitetit për të gjithë të rriturit nuk do të bëjë asgjë për të luftuar emigracionin e palishëm, por do t'i japë shtetit më shumë pushtet për të kontrolluar popullin britanik.